Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit, është sesioni i dytë që marr pjesë në këtë eveniment, seminar, simpozium. Unë kësaj radhe kam zgjedhur një personalitet, një gruaje, një mbretëreshe shqiptare. Është fjala pra për mbretëreshën Tehut, që ne shpesh herë edhe fëmijët tanë e lexojnë nëpër libra të historisë të kombit shqiptar, një mbretëreshë e fuqishme, me një karakter të fortë, një mbretëreshë e cila edhe pse mbeti pa burr, ajo diti ta mbaj pushtetin edhe ta vazhdoj dhe të bëja aleanca të fuqishme ballkanike. Sigurisht se unë nuk do ta lexoj kumtesën për shkak se kumtesën do ta lexoni tek libri që do të bëhen të radhës. Dhe unë do të mundona të bëj një ecejakje në punim që mos të zgjashim shumë me minutazhin. Sigurisht se tek shqiptarët ka zënë vend sistemit patriarkal. Dhe sigurisht se ky sistem e ka shtypur pra zërin e gruas shqiptare në përgjithësi dhe e ka lënë disi në hije. Dhe unë i përgëzoj të gjithë organizuesit e këtij evenimenti kaq të qelluar në këtë muaj, kaq të qelluar që është muaji i shqiptarëve, është muaji i bashkimit, është muaji i fjalës së lirë dhe është muaji i kompeticioneve të mëdha, ku të gjithë ne kemi ardhur nga një nënë e bekuar që është gruaja. Ajo grua, pra siç ishte pra mbretëresha Tehut, kishte shtrirje të mëdha territoriale dhe arriti pra të forcoj ekonominë, qoftë ato edhe detare edhe toksore. Llogaritne në atë kohë çfarë fuqie kishte shtrirja pra në kontrollin e rrugëve detare të Adriatikut, mbrojtjen e territoreve bregtetare, tregtinë me kolonitë e atëhershme në Mesdhe dhe operacione të ndryshme pra për rritjen e mirëqenies së shqiptarëve kudo që ishin nga Istri në Ambraki. Për gjithë ata që e njohin gjeografinë historike, mund t'i vendosin vizorën dhe ta shohin se ku kanë qenë shtrirë shqiptare, pra nga Istri në Ambraki. Dhe ku jemi tani? Ta shohim se ku jemi tani me territoret. Prandaj ne me forcimin e gjuhës tonë shqipe dhe historisë së gjuhës tonë shqipe dhe personalitetit të këtyre nënave të bekuara, siç ishte edhe mbretëresha Tehut, që ishte edhe nën dhe ishte një femër e guximshme shqiptare, ku përmendet nga gjithë historianët e kohës, si Herodoti, Polidi, Tukididi, e kështu me radhë, pra Apjani, po ashtu, Lili, e gjithë me radhë. Mirë, po ta dini një gjë, nuk ishte e lehtë të ballafaqohesh me një perandori të fuqishme të kohës siç ishte perandoria romake. Një perandori, një superfuqi e madhe që thuhet që ka qenë ndër perandoritë më të fuqishme të kohës. Dhe ti bësh ballë një perandori e kaq të fuqishme të kohës, vërtet do të qenë një grua super burrnesh. Dhe me arrit me mbajt territoret, ekonominë dhe me mbajt pra trullin e lashtë i Lirë Dardan, nuk kishte qenë e lehtë. Duke pas parasysh edhe traditën brendshme që janë bërë brenda për brenda. Sepse nga njëherë më shumë vuajnë nga lufta brenda llojit se nga lufta jashtë llojit. Dhe kjo është fatkeqësisht që ne si popull duhet ta zhveshim këtë pjesë dhe ta duam njëri tjetrin, të jemi bashkuar, sidomos këtë muaj të mentorit, që është muaji i ditëve të çlirimit, i ditëve të historisë së popullit tonë. Ajo dha kontribut madh edhe në trashëgiminë kulturore,
me figurën e gruas, simbolin e epokës ilire, kontinuitetin etnik dhe historik. Po ashtu kontribut të madh dha dhe në aspektin e ushtarak, pra forcimin e ushtrisë, forcimin e kulturës dhe forcimin e ekonomisë që janë baza kryesore e një shteti ose një mbretërie. Në këtë rast ishte një mbretëri e fuqishme me shtrije shumë të madhe territoriale. Gjithsesi, unë për fund kam një mesazh për gruan shqiptare, duke u frymzuar nga mbretëreshat e hutë. Si ka mundësi që ne si popull kemi pas kaq shumë gra shqiptare të ndershme që kanë dhënë kontribut dhe kanë rrit vjen Trima, Sokola, Petrita, mos i përmendin të nonat bekume që të gjithë ne kemi orë nga e nonë. Kjo me të vërtet më lën për të dëshiruar shumë, por kërkohet përmirësim për anës tonë, sepse kemi fatkeqësisht edhe në kohët moderne një bullizim shumë të madh dhe një paragjykim shumë të madh të femrës shqiptare. Gjithsesi, këto janë tema që ne duhet t'i trajtojmë më shumë edhe nëpër televizionet tona, po edhe nëpër mediat tona kudo që janë. Faleminderit.